Stuhia bën kërdin në Francë, raportohet për 12 viktima dhe 17 të plagosur. Stuhi të forta shi u goditën Francën mbrëmjen e djeshme, duke rezultuar në humbjen e jetës së 2 persona dhe plagosjen e 17 të tjerëve, njëri prej të cilëve rënd, sipas një raporti të njoftuar sot nga Shërbimi i Sigurisë Politike. Mes viktimave është edhe një djalë 12 vjeçar i cili u vra nga një pemë që e zuri poshtë në zonën Montauban, Franca jugperëndimore, gjatë stuhive që goditën Francën mbrëm. Ndërkaq, Shërbimi Meteorologjik Meteo France hoqi sot lajmin portokalli për rrezikun e stuhive pas një vale të nxehti që kaloi 35 gradë Celsius dje të mërkurën në zonat më dha të Francës metropolitane. Gjatë natës u regjistruan stuhi me errëra me shpejtësi mbi 100 km/h, duke shkaktuar dëme të shumta materiale. Një total prej 100.000 familjesh janë ende pa energji elektrike, kryesisht në pjesën qendrore të vendit, sipas Shërbimit të Mbrojtjes Civile.